Çmimet e larta të frutaperimeve në tregje po ndikojnë në rënje të ndjeshme të plierësve. Në Shkodër, ndonë se nuk ka pasur rritje të produkteve bazë, sërish ka një tendencë rritje tek perimet. Tregtarët thonë se forca blerëse ka rënë, ndërsa theksojnë se rritje të çmimit kanë vetëm produktet që janë jashtëstine. Ka vëll, po që blerësa shumë e do, për mos që dëna me pununa. Na e bëjmë sheqyrën, edhe pak s'duhet me po sheqyrën. A pak të ka bërë qëtërin vetë, për së ndokë. Mallin e shumë i mirë, mundona me majtë mirë, përgjësi edhe në zrare majtë mallin e mirë. Në dhe në fëqim blese më rrigo e mundë. Qytetarët shprehen se produktet janë cilësore, ndërsa pohojnë se çmimet kanë pësuar rritje të lehtë. Është periudha që janë shtrejtë. Po sigurisht, nuk janë të stinës. Janë më të shtrejta. Kështu që dikush i blen, dikush që se ka mundësinë, cilët në për trek edhe kaq. Cilësia e mallit është e mirë, ti merr syt. Të arsyeshme, po dukten më dukten të arsyeshme, ose jam për jashtë. Jetë jashtë, cilësia shumë e mirë. Po, drejtash po. Për mua janë normal, të më drejten, cilësia shumë e mirë, unë vazhdimisht marr këtu. Te ky person, cilësi e mirë, pastërti, shumë mirësjellje, shumë komunikim i mirë, çdo gjë në rregull, besoj. Shif e shkruaj, si ka thënë ai burri vot. Mirë boll. Cilësia nuk është e keqe, po çmimi pak të rënda janë, po hajt. Ku kena mi marr? Ka i fije, 1200 ka 1300, ja bën 1400. Çfarë bë? Më së shumti rritje kanë pësuar perimet të cilët vijnë në Shkodër me çmime të lartë për shkak të kostove të transportit nga qytetet e tjera, ndërsa rritje të lehtë kanë patur të gjitha produktet e shportës.